Kryeministër, nesër luani përballë Dinamos, si vjen skuadra? Po nesër kemi në ndeshje dytë në Final Four, përballë kemi Dinamo. Dinamo ka deri tani një moment mirë, një formë mirë, por kjo është edhe një motiv plus për ne dhe një shans tjetër për ne. Dhe ne jemi gati për nesër. Vini pas fundit Stell me Ignatia, keni menduar për shumë diçka në promocion apo? Jemi menduar për çdo gjë, por ne jemi punuar shumë nga anash psikologjikisht, sepse ishte një ndeshje dobët, por prap ne jemi skuadra shumë e mirë, kam grup shumë fort, edhe sezoni ishte për ne shumë suksesshëm. Domethënë, nuk kemi shumë nevojë do rrim merzit. Patjetër, unë tash ne jemi për kritik për ndeshjen e fundit, edhe unë pranova, ishte Ignatia skuadra më e mirë, po prap futbolli është i bukur sepse gjithmonë ka një shansi tjetër. Edhe nesër është për ne një shans tjetër edhe ne jemi gati do reagojmë. Çfarë ndodhi me Elbasanin këto javë të fundit, që nuk merr dot rezultate? Ndoshta presion i madh apo? Tani kjo është për analiza, për një analiza gjatë, nuk mund të them tani shkurt. Jo presioni, sepse presioni neve ishin gjithë sezonit, domethënë nga java parë deri java 36, java fundit. Tani do shta kemi pak përqendrim, ishim do shta në gjumë sepse ne jemi arritur objektivi i parë, Europa. Do shta kjo ishte pak një problem vogël për ne, por prap të them drejt nuk mund të flasin shumë sepse mas kampionati mund të bëjmë një analiza sakt. Shkojnë janë Çek dhe Lule që stërvitet me ekipin. Kur do të jenë gati? Kjo është pozitiv për ne, sepse kemi nevojë për çdo lojtar, Bruno është kapiten, kemi nevojë do ri afër me ne, edhe patjetër kemi nevojë edhe do fillojmë me ne fush bashkë me Jani. Tani do shohim, sot kemi një stërvitje të fundit edhe do diskutojmë me stafi bashkë, pastaj do vendosim, por kemi një shans, do shta edhe do aktivizojmë edhe Bruno edhe Jani.